Tirana në volejboll për meshkuj fitoi për herë të 10 në histori Kupën e Shqipërisë. Bardheblut mundën në një finale emocionuese Partizanin 3-1 në sete në një derbi emocionues që zgjati 2 orë e 20 minuta. Të gjitha setet ishin mjaft të luftuara. Tirana e fitoi setin e parë me rezultatin e ngushtë 25-22, mirë po Partizani reagoi mirë dhe ekuilibroi shifrat duke fituar setin e dytë 25-21. Por Bardheblut ishin në një ditë të shkëlqyer dhe treguan këtë në vazhdim duke fituar 2 setet e radhës 25-20 si dhe 25-22. Për Partizanin kjo ishte një disfat zhgënjyese, duke qenë se udhëheq kampionatin edhe pak ditë më parë kishte fituar edhe ligën mbarkombëtare Gjergj Kastrioti. Finalja u luajt në një atmosferë vërtet të bukur sportive dhe me praninë e konsiderueshme të tifozëve. Shumë e fortë dhe emocionuese edhe finalja e femrave, ku po gradecin poshti Tiranën 3-2, edhe kjo përballje e luajtur në Pallatin e Sportit në Fark. Liqenorët shkruan historinë, pasi e fituan një trofej kombëtar për herë të parë, ndërsa pak ditë më parë kishin fituar edhe ligën Gjergj Kastrioti. Vajzat e drejtuara nga trajneri Besnik Lisha humbën setin e parë 25-18, por bën një përmbysje të madhe, duke fituar 2 setet në vijim 25-18 dhe 25-22. Vajzat Bardheblut qëndruan në lojë duke fituar setin e 4 dhe duke çuar çështjen e trofeut për në setin e 5 dhe final. Pas 2 orë e 16 minuta, në fund festuan vajzat e Pogradecit duke fituar 15-11 dhe rezultatin e përgjithshëm 3-2.